Albatros, po e nis me ty, pasi më bëri përshtypje ajo teza jote e mungesës reflektimit, po duhet tënë dhe parë mënyrë edhe mungesës reflektimit shoqërisë, pasi siç e ti e them saktësisht, një person cilin shqiptarët e larguan edhe me armë në 97-ën, 2005-ën e rikthyen në vota duke përmbysur leksionet e historisë apo? Jo vetëm leksionet, por çdo logjik që mësohet në katedrat e shkencave politike. Do të thonë, kjo është the magical comeback, do thonë, do të thonë, si ja doli një njeri që e largua me armë, kthehet me vota. Unë mendoj që Shqipëria sot akoma e paguan faturën e atij aksidenti politik. Unë mendoj që 2005 ishte një aksident politik, edhe që Partia Socialiste mendoj që ka nxjerrë mësim nga ajo gjë. Domethënë sepse unë ka nxjerrë thua? Unë kam qenë në Durrës në 2005-ën, kur doli lajmi që fitoi PD-ja dhe di zhgënjimin e njerëzve, thonin si bëhet prap me Saliun e me të tjerë. Unë mendoj që tash kjo mund të jetë spekulative, po në një farë forme Saliu i është dorëzuar pushtetin në 2005-ën. Dhe në vend se që... E ke pothuajse as pak spekulativ, pothuajse as pak spekulative. Edhe mendoj që këtu është leksioni që e ka marrë Partia Socialiste, që pavarësisht dallimeve brenda llojit, pavarësisht përplasjeve, gjërat që janë normale në çdo familje të madhe, ajo nuk duhet të kalojë për të pikës që të përsëritet gjëja që ka ndodhur në 2005. Unë madje kam mendimin tim që shqiptarët kanë reflektuar që në 2009, sepse disa kuti nuk u hapën, thuaj jo me vendim gjykate, jo andej, jo këndej, më thash, diferenca ka qenë jo shumë e madhe që ka... Megjithatë, edhe ai sa ndodhi, është prapë rezultate asaj që të thatë ju, që ishte përçarja brenda të majtës që e mbajti Berishën pushtet, edhe në 2009. Edhe sikur çdo kuti ishte e rregull, në fund fare, përçarja e të majtës e mbajti Berishën pushtet. Vazhdimësi e atij aksidenti, edhe unë mendoj që kjo mungesë reflektimi prap duhet të insistoj të kjo, sot prap prodhon fatura. Për shembull, Shqipëria sot po zhvillohet. Ti mjafton të dalësh jashtë, edhe kur të kthehesh merret dikën që s'ka qenë në Shqipëri 5-6 vjet, edhe çfarë thot. Vrej ndryshime. Si janë ndërtuar vendet? Hiç Gjermaninë. Gjermanët e kanë lehtë me na marrë neve eleksione, se ata me lekt amerikan e kanë ndërtuar Gjermaninë. Edhe tash ata kanë lehtë mund me na thonë ne jo kështu. Si u ndërtu Italia, si u ndërtu Franca, si u ndërtu Amerika, si u ndërtu Spanja, si u ndërtu, domethënë, si u ndërtu, dikush ka marrë ca vendime të vështira, ka ndodhur një zhvillim, në ndërkohë populli edhe ka vuajtur, por pastaj kur është stabilizuar figura pamja e makro, njerëzit kanë filluar të merren edhe detaje mikro. Kështu zhvillimi shkon në faza. Por, kur është fjala të shqiptarët, jo janë lekë të drogës, jo janë lekë të mafjes. Presi jam rrit, presi di për vetën time, kam dëgjuar TV Beogradin duke thënë që shqiptarët janë mafioza, që shqiptarët kanë shtëpia të mira, shqiptarët kanë makina të mira, sepse merren me punë të pista. Ne domethënë i ndërtonim shtëpitë sepse donim me tregu që jemi këtu edhe që nuk do shembemi, që ne vazhdojmë, ishte shenjë formë rezistencë ajo gjë, pa ai interpretonte se këta janë kriminal. Shumë interesant ai shembulli i Gjermanisë që me parët amerikanëve se edhe kur janë futur me lexu për këtë fenomen histori, deri në kronikat e Habsburgëve thotë se shqiptarët janë cuba, merren me këto stereotipe. Nëse ne ndërtojmë diçka, është e dyshimt. Dhe një gjë që dua t'ju them shqiptarëve. Dilni more në Maqedoni, dili shkoni në Serbi, shkoni në Bosnë. Koha është nalë, nuk ka asgjë, ato që i kalon Titoja, nuk ka ndërmarrësi, nuk ka dëshirë për të zhvilluar. Kosova ka qenë rrafsh me tokë, s'kemi pas asgjë, e kemi ndërtuar dhe rrugët pa lekë të Evropës i kena bë vetë, sepse dëshira më u zhvillu. Shqiptarët kanë dëshirë më u zhvillu. Kanë dëshirë me hecë përpara. Prap dua ta Jo është dyshim, tash del Saliu thot narkoshteti aty, del ajo, del kjo. Dua ta aktualizoj vetëm pak pjesën e 2005 se më dhëm. Është dënuar në ngrata nga anglezët për shkak trafikantëve drogës që marrin për krah. Për atë nuk ka asnjë masë që do përbënte një kut apo një standard dhe kështu që është e pamundur dhe gjithë kjo mbase kjo në qoftë se s'dua të flas me fjalë që t'jenë, po themi, të pasjellshme për një emision, po kjo themi
mos kokçarje e tij ndaj çdo lloj standardi është në një farë mënyrë streha e asaj që ai sot jeton dhe gjallon, flas jo ai si individ, po si një kauz politike. Po doja të aktualizoja pjesën e 2005-s se më vëm, se kam qenë vetë pjesë e asaj fushate, nuk ka fituar Partia Demokratike, ka humbur Partia Socialiste. Dhe ishte një moment kur natyrisht politika shqiptare është një pjesë e një procesi pjekurie, rritje tjerë dhe nuk diskutohet, unë kam qenë i ri atëherë. Rezultatin e zgjedhjeve ne kemi parashikuar se punonim me shtabin e kryeministit atëherë Fatos Nano, Rama ka qenë kryetar i fushatës. Po, ndihmonim nga ana e, po themi nga ana jonë, nga ana e unë ish bashkisë, po pjesë tjerë që ishin në bashkisë, unë isha shkëputur dhe e paralajmëruam atë që do ndodhte. Sepse çarja, krisja, një lloj indiferencë ndaj interesave të brendshme të partisë bën që ne të kishim atë rezultat. Nuk ka fituar Partia Demokratike, nuk do fitonte asnjëherë Partia Demokratike, po ishte Partia Socialiste që ishte në një ekses besimi dhe optimizmi dhe nuk e besonte që, po themi, kur them Partia Socialiste, them në përgjithësi leadershipi i saj në atë periudhë e nënvlerësoi Sali Berishën dhe rikthimin e tij. Dhe ishte një gabim i madh politik dhe pjesa kryesore, dhe pse dua dola këtu, pjesa kryesore se ne do vim ke kjo pikë, është që këtu mësuam, dhe besoj këtu ka mësuar një pjesë e mirë atyre që merren sot me arkitekturën ligjore, me arkitekturën e kodit zgjedhor, për sa i takon Partisë Socialiste mendoj unë, dhe këtu edhe unë kam kuptuar më vonë, se edhe unë kam protestuar deri diku në mënyrën time në 2008 për atë që tha kolegu Beko që e doja më direkte demokracinë, e doja më të drejt për drejt. Por 2005 na mësoi që në këtë lloj terreni politik ku kodi zgjedhor nuk përkthehet në rezultat për partitë e mëdha, por edhe në rezultat për partitë e vogla, dhe kur partitë e vogla u bën një faktor shumë i rëndësishëm, dhe kur partitë e vogla vendosën të ardhmen e Shqipërisë për ato 2 mandate, dhe kur partia e vogël vinte dhe me 3, 4, 5, 6% kërkonte 40% të administratës, pra kërkonte Ilir Meta në 2009 me 4 mandate ka marrë 40% pushtet. Dhe ai që nuk vinte dot kurrë në pushtet, në këtë rast partia e dytë e vendit, që ishte Partia Demokratike, në rast se do e merrnim si rezultati të majtës, në rast se ne do ta bënim një shumatore të votës së të majtës, partia e dytë e vendit erdhi në pushtet sepse pranoi që të shkatronte administratën për të ardhur në pushtet. Dhe ne u bëm një vend që qeverisej nga një maxhorancë e cila ishte në pushtet prej votave të të majtës, që ishin votat e LSI-s. Pra, kjo gjë nuk ka qenë se ka fituar Partia Demokratike, këtu është për të studiuar dhe për të mësuar pse gjokot në sistemin zgjedhor nuk mund të lihen në dorën e partive të vogla, cilat shpesh shohin fatet e veta përpara fateve të vendit. Çfarë solli kjo? Çfarë përgjegjësie kemi ne për 2004, 2005 dhe për vitet që pasuan? Se nuk është vetëm çështja e po themi e 2021-shit, më falje, 2011-s apo e ngjarjeve që pasuan pas Gërdecit e tjerë. Ka shumë situata që kanë të bëjnë me qeverisjen dhe me zgjedhjet që u zhvilluan më pas janë shumë të lidhura me faktin se kodi zgjedhor lejoi këtë lloj tolerancë, në çdo do ta quajmë kështu. Tani më vonë Partia Socialiste, me sa kuptoj, ka kuptuar që kjo tolerancë mund të jetë në dëm të vendit, kjo tolerancë nuk mund të jetë një mundësi për ta kthyer vendin mbrapa, për të rrezikuar që vendi thehet mbrapa në gjitha aspektet, edhe nuk ka më lëshime për partitë të cilat mund të lozin, kështu si është sjell Partia Demokratike, me këtë lloj gjuhe, me këtë lloj, si themi, egërsie, shpesh me këtë lloj sjellje që nuk mund të jetë dot më një mundësi dhe një opsion në tavolinë. Jo, unë do ta filloja te kjo e fundit, tek egërsia. Unë mendoj që kjo lloj egërsie nuk është e njëjtë me egërsinë që Berisha ka pasur para 2005-s, dhe sidomos deri në vitin 2000 ndaj kundërshtarëve politikë dhe ndaj faktorit ndërkombëtar. Nuk ka një të forcë, Jo, e dyshoj që nëse do kishte një forcë nuk do e përdorte ai lloj. Ja, një minutë. Atë pastaj analizojmë, por unë le të them që fakti është ky që ai nuk e ka, do të thënë, egërsia e tij është egërsi si ajo e tigrit prej letre. Pse? Sepse Berisha tani ka rënë kompromise për ekzistencën e tij personale dhe politike, për arsyet që dihen,
në pozicionin që është, i shpallur non grata nga gjitha anët, në ndjekje penale nga drejtësia. Për Gjermanët ja hoqën në gratë, se shkun ata dhe i hangën fjalët e veta. Amerikanët dhe Britanikët e kanë. Gjermanët nuk kanë drejtë të folja ma bashkë për kërgjëjsh. Po, tani, vim e para kjo. E dyta është që Berisha, Ramës vetë i intereson që Berisha të jetë në këtë lloj pozicioni, sepse një Berish i tillë, Rama ka bërë 3 fushata me Berishën. Ndjesë ndërpres, ti ke të test tonë, po jo nuk ta lë dot, se nuk është ky fokusi. Tani, ti thua është interesi i Ramës që të ketë një kundërshtar dobët. Ç'është ai që se do të kundërshtar shumë thjesht për ty. Pse Partia Demokratike në thelb sa nuk arrin dot të reflektojë? Pse si thot Albatrosi? E themi atë. Jo, po këtë do flasim tani. Po jo, po këtë do flasim. Se 96-ën nuk e ka shkaktuar Edi Rama. As Fatosnano. 97-ën nuk e ka shkaktuar as Fatosnano dhe as Edi Rama. Është ky zotëria. Unë kam një pyetje shumë thjesht. Pse Partia Demokratike, pavarësisht se mizotrohet, se ka pasur brejke i kanë shku, unë e di nga presidenti Rugova këto gjëra i dini. Prodhon një fenomen, më zotri. Ajo është tjetër gjë. Jo, më s'ka tjetër gjë, kjo është njëta gjë që po flasim. Sepse sot nuk ka alternativë tjetër, nuk ka një parti tjetër që i thot Partisë Demokratike, vazhdo ti kështu se do vi unë, po vazhdove ti kështu do vi unë pushtet. Ti e di shumë edhe nga sondazhet. Ka një shumicë shqiptarësh që janë më shumë se Partia Demokratike dhe më pak se Partia Socialiste që janë gati të votojnë. Rama është fakt që Rama ka bërë fushat 3 herë me Sali Berishën, me portretin e Sali Berishës. Që do të thotë? Qytetarë shqiptare kanë braktisur Sali Berishën, e kanë bërë non grata ata me kohë, po prandaj më lejo të mbaroj. Se nuk është ky thelbi diskutimit, problemi është pse Partia nuk është shpaj Edi Ramës, se Partia Demokratike. Jo, më po Partia Demokratike nuk arrin problemin alternativ. Pa mbaruar fjalën, s'mund ta nxjerrësh përfundimisht. Pse keni këtë slengur? Po intereson me Edi Ramës, patjetër që intereson, mo, patjetër që intereson. Ore atë jam duke thënë, kush nuk është ky thelbi problemit. Nuk mund të pranojmë dot që është përgjegjës. Cili është thelbi problemit? Është marrëveshja e 2008-s, e cila u bë, e cila përsëri u përsërit me kodin zgjedhor që u bë tani. Pra kjo që po ndodh po do sot është 50% faji. Jo, s'është vetëm kjo. Faji e Ramës. Nuk vura për tani këto janë. Jo, më një minutë. Po lore tani kot. Sapo ta thash. Sa ke që hidhesh sapo ta thash. Është muhabet kot, ti e çon muhabetin po vjen Islam. Unë po të them tjetër. Faji e Edi Ramës është sot që Partia Demokratike prodhon një mini Sali Berisha te Gazmen Bardi, një mini Sali Berisha te Luciano Doçi, një mini Sali Berisha te Rita Tabaku. Jo, ti e devijove, se unë isha duke thënë. Po e devijon ti. Jo, ti e devijove se unë isha duke thënë atë. Unë jam duke thënë që në momentin e ishim duke folë për sistemet. Pra, ajo që tha Bledi për sistemin. Një sistem i caktuar, një sistem i hapur, ta ndihmon demokracinë. Pra, votimi drejt për drejt, a e lidh më shumë deputetin me elektoratin e tjera. Një sistem i mbyllur të krijon oligarkin politike. Në oligarkin politike, se kam vështirë nuk ti thu, po nuk e ndjek atë që po thotë. Po ka shumë rëndësi aktorët e sistemit. Ajo që po thotë Bendi, në 2005, ne nuk e kishim më luksin të humnim administratën dhe të rrezonim shtetin. Me një tolerancë si ajo që provoi 2005, ne sot nuk do kishim administratë. Se çdo parti e vogël kërkonte koncesion 10 fish për votat e veta dhe merrte vendimin për qeverisjen bazuar në volumin e administratës që jepej. Dhe është shumë e rëndë për fatet e vendit. Pra, unë kuptoj, është pjekuri, është proces, dhe unë mendoj që 2008 dhe unë kam qenë, ta kam thënë dhe ne kemi folur, dhe unë me sy të parë kam parë problematike. Unë kam përkthyer 2008 si një qëndrim tillë. Nuk mund të kemi luksin që të shkëmbejmë shtetin. Tani, ju 2008 është e mirë apo është e keq? Jo, nuk mund të shkëmbejmë shtetin as për demokracinë. Në këtë kuptim që do me thënë, nuk mundet do që për më shumë liri në një ambient caktuar politik, ku nuk ka ndërgjegje dhe vetdije për leadershipin e vetë, ta thash që çka ka prodhuar. Ka prodhuar modelin më të shëmtuar që për 5% votave, ta thash edhe ta them me përgjegjësi, punojnësve, apo 4% punojnësve të çdo drejtorie që merreshin, ju merreshe rent mujore. Me rentën mujore ngriheshte SHPK, me SHPK-n shtoheshte shantazhi për ata që ishin partitë kryesore me cilët lidheshe për të bërë qeverinë, njëra ose tjetra, dhe prandaj PS-ja ju drejtua në 2000 në mandatin e dytë në 2013 në drejtuar vendit në 2017 në drejtuar vendit me idenë e një përgjegjësie të vetme, sepse ishte e detyruar që të mos performonte dot në qeverisë si duhej për shkak të votës 2013-s. Por ama deri në 2013 ishte e pamundur. Sistemi elektoral është një sistem
i kryetarëve, i ka dhënë pushtet absolut kryetarëve. Dhe tani vim tek ajo, pse Partia Demokratike, pse në Partinë Demokratike prodhojnë sali të tjerë, sepse ajo parti ka marrë mendoj që ka minimizuar në maksimum rrezikun nga shantazhi i partive të vogla. Dakor, atë ka bërë, po ama ka krijuar këtë efekt tjetër që e ka dëmtuar demokracinë sepse na krijoi. Po kjo është çështje përgjegjësie pastaj, nëse një krah ndjen përgjegjësi kombëtare, ndjen përgjegjësi europiane, ndjen përgjegjësi civile dhe e konkretizon qeverisjen jo vetëm me antarët e partisë vet, po me shumë forca që ajo mbledh dhe gjeneron edhe sinergjinë që krijon, dhe këtë gjë e ka bërë PS-ja, dhe krahu tjetër nuk e bën, se përçan, ndan, urren e tjerë. Kjo nuk është përgjegjësia e krahut që ka një ja vetëm i detaj, të lutem. Në 2002-2003 vetëm sa më shkurt. Është qasje demokratike dhe 2003 unë kam qenë antar i kryesisë qendrore të PD-s. Dhe ta kam treguar edhe një herë. Bënim debat për komisionin bipartizan ku ka qenë Jemin Gjana dhe dikush nga PS-ja s'më kujtoj tani. Komisioni bipartizan, se kështu është ecur gjithkohon me komision bipartizan. Çojmë në mbledhje kryesie dhe kam thënë, na jepni një informacion çfarë po ndodh me komisionin bipartizan për sistemin zgjedhor. Aty u diskutuan disa variante. Unë kam qenë partizan në kryesinë. Të tërë këtë tezë, unë të kuptoj si një pjesë brenda PD-s që proteston zgjedhjet e PD-s, se tani nuk po të kuptoj. Të tëra këto zgjedhje dhe vendime dhe kompromise nuk bëheshin dot pa PD-n. PD-ja, domethënë, në kuptimin e PD-s nuk mund të protestojë dot për zgjedhjet që ka miratuar vet, se nuk ka reformë zgjedhore dhe nuk ka kompromis zgjedhor pa PD-n. Reforma zgjedhore është bërë me dy forcat e mëdha. Po pra, dhe propozimi ishte që të futemi në sistemi proporcional rajonal me lista të hapura nga ana ime. Avokat Ngjela. Kjo është debat brenda PD-s. Avokat Ngjela. Është debat brenda PD-s. Jo, duroj një herë ta mbaroj se e kisha mbaruar. Avokat Ngjela, po mos zëruj që ta mbaroj. Avokat Ngjela kërkoi mazhoritarin siç ka qenë. Mazhoritar, drejt për drejt. Arsyeja jon që u bë shumica e kryesisë PD-s ishte të ndrojë sistemi për dy arsye. Një, të kontrollojë që mos kandidojnë të fortët, të cilët deformojnë zgjedhjet, plas lufta, vidhen mandatet e tjera. Dhe me qëllim që t'u jepej akses kryetarëve dhe forumeve të partisë që të bëjnë selektimin. Cili variant fitoi? Varianti ky u bë më vonë, jo në atë periudhë, u bë varianti që kemi sot. Me proporcionalisht. Por kryetarët e bën dhe më keq, sepse kryetarët. Okej, po vetë nisi ta thua që luftove kundër bayraktarizmit, që është një pjesë e kulturës sonë, e mënyrës sonë. Nuk ka fajin vetëm si është çështja se prodhon perishizmin. Albatros, pse i njëjti model që bien dakord të dy liderët në 2008 politik për zgjedhjes e tjera, në dyja partitë funksionon ndryshe. Pse tek njëra parti ngushtohet dhe e tjera parti zirohet. Dhe po marr shembullin e Dendit, i cili ka qenë bashkëpunëtor në ditën 0 me Edi Ramën dhe ka qenë dhe kritik i ashpër i tij në momentet po ashtu kritiket e Edi Ramës. Por ja ku është Dendi sot, që jep kontribut shkëlqyer te sektori vet dhe është figurë kryesore e Partisë Socialiste për krah Edi Ramës. Dhe ja ku e ke Partinë Demokratike, e cila jo vetëm nuk ka asnjë person kritik anash Sali Berishës, po dhe ata persona që kanë qenë dikur kritik, sot janë lëpirësit e tij më të mëdhenj. Mendoj që sistemi zgjedhor që ne kemi është se të dy partitë kanë paguar faturën e njëjtë, edhe ka ardhur deri te ky kompromisi. Nuk është bërë nga dashuria, nuk është bërë nga, po është fakti që kanë paguar faturën e njëjtë në raport me partnerët e vegjël që kanë shantazhuar partnerin e madh. Por kjo pjesa tjetër për cilën ti po flet, është thjesht janë dy botë të ndryshme. Është bota e Sali Berishës, i cili sa herë kaloi nga ajo klinika që është përballë ish klinika bllokut përballë Artigianus, se aty më ka ndodhur, më ka treguar dikush atë historinë e atyre gjëra, më kujtohet më kjo. Sali Berisha ka qenë idhull i rinis time, ta kemi qartë, kemi menuar se është më i madh se jeta, e shpëtoi Shqipërinë, bërje të tjera. Sali Berisha vjen nga ajo mendësi. Edi Rama është diçka tjetër. Pavarësisht prirjes shqiptare, se ne gjithë shqiptarët jemi pak autokrate, kështu është gjenetika ajo. Që njerëzore në përgjithësi. Po, por megjithatë nuk i takon asaj mendësie. Dhe unë mendoj që fakti që Edi Rama e ka një mendësi të caktuar, du me dalë këtu një gjë tjetër, është arsyeja pse për shembull gjermanët bëhen nervoz me këtë. Pse gjermanët thëjnë gjitha parimet që i kanë edhe shkojnë
ja hapin derën personit që kanë thënë ne nuk do flasim me një non grata, dhe shkon po i njëjti njeri, flet me të e bë, sepse Edi Rama është një figurë që është jashtë asaj konvence, asaj kornize, edhe tash duhet me përdor diçka në mendjen e tyre që këtë njeri mundet me kthy, me rëdzu, ta kemi qarta. Nuk menoj që rëdzohet Edi Rama me Sali Berishën edhe as me produktet e tij, do më thonë në gjë. Edi Rama mundet me ra në 3 mënyra. E para e merr Zoti, e dyta një aksident si ajo që ka ndodhur në 2005, ku do më thonë i lejohet tjerëve thjesht hajde futuni të bëhen as shumë neglizhent, ose një reform... Ju dhurua për Sali Berishës, po është debat ose një reflektim demokratik që unë menoj që në një forë si Partia Socialiste edhe mundet me ndodhë. Pra ndodhi brenda PS-së tonë. Mendoj që mundet me ndodhë, sepse nuk ka mekanizma dhunës që mundin me ndalë, nëse ka reflektim brenda Partisë Socialiste mundet me ndodhë. Sepse s'ka mekanizma dhunës që mundin me ndalë. Por e thoni alternativa e Berishës ka 0 shanse. Alternativa Berishës Kur them Berishës, jo Berisha vetë biologjikisht. Edhe nga mendimin e Gjermanisë, kemi edhe elementë tjerë. Domethënë sepse Gjermania luan fliqt. Luan fliqt Gjermanë, luan fliqt. Kanë luajtur fliqt në Maqedoni, kanë luajtur fliqt në Kosovë, luajtur fliqt kudo, sepse ata e kanë ndërtuar vendin e vet jo me lekët e tyre. Për shembull, të fusin në gjëra, me bë gjëra, Hashim Thaçi ka bërë gjithat nam, dhe në fundet që unë vetëm thjesht me tregu që bëjmë diçka. Në Maqedoninë e detyruar me ndryshu emrin, ku është Maqedonia sot? Shqipëria nuk duhet me leju me bëjë eksperimente elitiste, nuk ka Prandaj kjo që po thua, çon ujë tek mulliri që përgjegjësia jonë është vendimtare. Dhe e the dhe vetë që kur fole për Partinë Socialiste tani dhe për mundësinë e humbjes, ose po themi për liderin dhe mundësinë e humbjes. E di cila do ishte një mundësi ose skenari në rast se Partia Demokratike do ishte një parti moderne, objektive, emancipuar, largpamse. Po marr një shembull. Në rast se do ishte kështu, kjo nuk do ishte humbje. Do ishte normalitet. Domethënë, nuk do kishte fare asnjë lloj ankthi dhe asnjë lloj si themi drame, në rast se do ishe në një skenë politike, ku spektri politik do ishe i përgjegjshëm në tërësinë e vet, dhe ku Partia Demokratike do fitonte besueshmëri, do fitonte popularitet, sepse do dinte ndante shapin nga sheqeri, do dinte ndante kush gabon dhe kush punon mirë, do dinte ndante qartë që e kam me këtë çështje politikash dhe e kam me këto reforma. Unë i mbështes të tjerat. Unë të përshëndes për këto, po unë do bëj më mirë këto. Kemi kaq kohë që e themi. Ky është i vetmi, po themi, ilaç magjik që do ta bënte Partia Demokratike, ti ishte sot në tavolinën e diskutimeve si një informacion politik normal. Një informacion politik që mund të kishte dhe çfarë do ndodhte. Kjo do të ishte dhe një shpresë edhe më e madhe për gjithë shqiptarët. Në çfarë sensi? Pra, shpresa në një vend lidhet shumë me normalitetin politik, shpresa në një vend lidhet shumë me alternativën politike. Mund të kesh qeveri të suksesshme, por në rast se ke alternativë politike që është potencialisht atje si një gardian për të ardhmen, ti edhe një qytetar më i garantuar për të ardhmen tonë dhe shpresa jote ushqehet më shumë. Shpresa se neve na akuzojnë shpesh edhe për emigracionin. Po një vend i cili ka mandatin e parë, jo unë ja u tha si ishte, që duhet bëje koncesion gjysmën e mandati i parë ishte vendimi i gabuar për të bërë pazar me një pazarxhik. Mandati i dytë të bien 2 tërmete në gjysmën e dytë të vitit 2019 dhe ti je në gjunjë. Mandati tjetër është i shënuar nga pandemia. Domethënë, ky është një vend që nuk ka pasur normalitet as gjeografik, as sismik, as nga pikpamja e, po themi, e ngjarjeve që kanë bënë me pandeminë e tjerë. Vendi ka qenë duke kaluar disa nga periodat më të vështira, por ka pasur një faktor që s'ka ndryshuar në gjitha mandatet e juaj, ka qenë opozita. Që do të thonë që në gjithë këto gjëra të këqija që kanë ndodhur, që janë force major, dy të fundit, ka ndodhur një gjë tjetër. Është bërë reforma drejtësi. Ajo reformë drejtësisë si ishte bë, sikur mos kishte pas vullnet politik të shumicës. Po patjetër, nuk bëhet në vullnet politik të pakicës. Po patjetër, vetëm e dyta, pastaj u ngrit ajo reformë, bëri unë vendos në këmbë. Shqipëria filloi me hez drejt BE-s,
filloj mu pa si një adres, si një vend normal, edhe tash në një moment, dikush kujtohet dhe thot, ka dalë se kjo punë nuk është mirë. Nuk e kanë bërë, të mënë kjo, ne gjithë e dim si ka ndodhur reforma drejtësi. Ka qenë investim i partnerëve amerikanë që kanë dorë Shqipëria të ndahet. Dhe tash del dikush atje, të më thonë, ka do ide elitiste edhe hajtë sepse kjo punë, mundemi bën disa eksperimente me shqiptarë. Jo, Shqipëria duhet mi thonë jo. Duhet mi thonë jo. Pra, ju thoni duhet të esim drejt Europës, por me dinjitet... Jo, absolutisht, do më thonë, është e njëjta gjë që e ka bë Albin Kurti në Kosovë, ka thonë, unë nuk pranoj me bë veprime në që e shbën vetveten. Partia Socialiste, sot isha me një emision kur njëri tha do shohim shumë kokë turku nga Partia Socialiste që do të dorëzohen në emër të integrimit evropian. Jo, nuk duhet me shbë vetveten vetëm për me mrrimen i idese. Dhe unë dyshoj që do futet në Shqipëria në BE. Ti jetë grupi skeptik. Jo, nuk lejojnë sepse nuk duhet me shbë vetveten Partia Socialiste vetëm për me mrrim i standardit. I ikën pjesës së përgjegjësive. Jemi këtu për të folur dhe për to. Je i bindur që kur merr pushtetin në vitin e parë, 2, 3, 4, mandatin e parë, mund t'i ke zgjidhur do të gjitha dhe mund t'i bësh njerëzit të cilët të kthejnë mendje për realitetin e vendit vet. A je i bindur që në 2 mandate, a jemi të bindur? Jo, një minutë, jo, po janë shumë, po me ngjarje që unë u shënova se ne tentojmë të harrojmë. Për një qeverisje që të jetë sukses. Unë ja u them nga unë ja u them dhe kam jo pak vite në politikë teritorin elektorat. Njerëzit janë natyrisht që nuk diskutohet që njerëzit do donin të jetonin dhe më mirë, dhe njerëzit do provojnë për më mirë. Po njerëzit janë radh parë viktima të pasojave të vite mandateve cilat kanë qenë një pas një, me pasoja shumë të rënda në ekonomie, me pasoja shumë të rënda në territor, në peizazh, në zhvillim, në industri e tjere. Dhe këto pasoja nuk mund t'i shëronin dhe t'i mëkonin do të ne në një mandat në 2. Pra, është punu shumë, ka shumë probleme, po ama nuk është se mund t'i zgjidhësh dot me njerë. Shpresa ama ka qenë ajo që ka qenë vendimtare tek njerëzit. Dhe shpresa është e lidhur në radhë parë me opozitën. Dhe opozita ka përgjegjësinë që t'i japi vendit gjithmonë një projekcion të garantuar. Domethënë që ne jemi këtu, fatet e vendit janë sigurta, për çështjet kryesore të vendit dhe çështjet jetike, strategjike kombëtare jemi të gjithë bashkë. Ne jemi të gjithë në një mendje. Ky është vendi ynë. Kupton, këto gjëra janë ato që bëjnë për njerëzit një garanci. Pastaj mund të ketë emigracion për më mirë, po jo emigracion për dëshpërim. Dhe kemi vujtur shumë edhe emigracionin, jo tonin. Emigrantët shqiptarë dhe nuk mund të dalin sot edhe përfundjavë vinë në Shqipëri. Po ka pasur mitinge me mosha njerëzit që kanë emigruar në kohën e Saliut dhe para Saliut. Pra do me thënë, nuk është se dhe nuk mund të thonë sot që emigracion, dhe ne po merremi, po punojmë se nuk e jetojmë do të rehat numrin e qytetarëve. Çdo ikje e qytetarëve shumë e rëndësishme për ne. Dhe ne si ti edhe pushtet edhe ke. Jo, më unë jam duke prekur një temë që ndoshta se preka fare në debat. Po them që shqiptarët i dinë gjitha. Shqiptarët i dinë edhe defektet, i dinë edhe problemet dhe prap votojnë në një mënyrë të caktuar. Domethënë, shqiptarët shohin dhe votojnë se shohin kush është krau i përgjegjshëm. Edhe, por një gjë do ta themi, sot opozita nuk është duke bë ato që ti thua. Sot opozita mendon që nëse i gjen ne e pam pra i mori mikrofonin aty pra. Ai që un them që duhet të jetë pasqyrë qytetarie, kupton, ai merr mikrofonin aty me dhunë thotë se nëse sot opozita mendon se po i gjeti 2-3 viktima nga rradhët e socialistëve që kanë ju dorëzu Brukselit si kokë turku e merr pushtetin. Edhe kjo është logjika sot që ata sot e kanë. Kjo është logjika që sot ata e shtyjnë përpara. Ne mund të shtiremi këtu në atë idenë që jemi politikisht korrekt sa dush. Po Partia Socialiste duhet ta kujtoj 2005-ën. Nuk duhet të hec hapave që e zhbën vetveten, sepse nëse ndodh kjo zhbërje, atëherë unë nuk mendoj që kthehet më. Ato 30% e shqiptarëve sot janë deklaruar me një sondazh shumë besueshëm që u bën në prill të këtij viti, që do të janë, ju ka arë majët hundës Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Vetëm një fjali do të. Është vërtet. Vetëm një fjali. Ju thatë që pse PD erdhi në pushtet 2005 dhe pse s'vjen dot tani. Bjemi dakord. Arsyet pse erdhi në 2005 janë fondamentale ato që thatë ju që humbi PS-ja. Për arsye edhe të ndarjes. E dorëzoi, dakord. Edhe ndarja që bëri me Ilir Metën, por edhe me thënë të vërtetë u krijua një perceptim korrupsioni i lartë në atë periudhë. E para dyta ishte. Dhe Partia Demokratike, u kam qenë në terren atë periudhë. Partia Demokratike ishte shumë e fortë siç është sot, shumë e fortë, shumë e organizuar. Në terren ishte shumë e organizuar. E di pse?
sepse kishte dy Sali Berisha u konsumua shumë për i ruajtur dy gjëra në perceptimin, sidomos të elektoratit djathtë. Një, që vërtet ndodhen firmat piramidale, por nuk ka vjedhur Sali Berisha. E dyta, është buri i ndershëm dhe ai e luajti kartën e duarve të pastra në 2005 dhe e konsolidoi partinë duke ftuar dhe intelektualët që ishin larguar. Sot nuk mundet sikur ta bëjnë nga mëngjesi në darkë, të njëjtin organizim, edhe të shpikë diçka tjetër. Pse? Ka humbur kartën morale. Cila është karta morale? Nuk është më me duar të pastra, nuk është më Sali Berisha që lufton për interesat e demokratëve, siç e kishim ne perceptimin atë. Akoma më keq. E pra, nuk është më partia e cila do të sjellë shpresën, siç e thatë. Dhe të gjitha këto element bëjnë që jo kjo qeveri, po dhe qeveri edhe më e keqe të jetë, edhe sikur dështoj integrimi, pra opozita nuk ka shans të vinë në pushtet sepse unë njoh anën tjetër. Një parti që nuk është në terren, një parti që s'është tek elektorati, një parti që s'është te njeriu, nuk ka më shanse të organizojë. Ajo ka ngelur gati një parti virtual. Kauz jo. Cilësi në kuptimin e leadershipit jo. Kartë morale jo. Refleksion jo. Asnjë lloj përgjegjësie morale. Asnjë lloj reference dhe asnjë lloj standardi. Dhe nga ana tjetër e kanë dhe të vështirë, i dashur, sepse përballë ka një forcë që shumë organizuar dhe punon. Nuk diskutohet që në rast se vetëm një rast se me dhunë me gënjeshtra nuk vin dot pushtet. Megjithatë Blendi, pra për konkluzionin është shqiptarët e kanë ndërshkuar Sali Berishën me vota. Por nuk është mjaft. Ky vend duhet të jetë një vend normal ku padrejtësia duhet ndërshkohet. Vjen nga ju, vjen nga Sali Berisha, padrejtësia duhet ndërshkohet. Në momentin që këtë vend nuk ka më drejtësi dhe drejtësia vazhdon të jetë e telekomanduar, në këtë moment ne nuk do kemi. Dhe këtu praktikisht përgjegjësi keni edhe ju. Përgjegjësi thash, jo më shumë se kaq. Blendi, faleminderit. Faleminderit Ablatros, faleminderit Ola. Ishte risore edhe për këtë javë. Bashkë jemi të hënën ora 8. Deri atëherë nga Sokol Palla, natë mirë.